Tregu industrial në plazhin e Durrësit është përfshirë nga një zjarr i madh pas ditën e kësaj të diele, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Të favorizuar nga era dhe struktura prej llamarine të tregut, bëri që flakët të përhapeshin në të gjitha njësitë tregtare, duke djegur të gjithë mallin që ndodhej brenda. Disa nga tregtarët tentuan të hynin mes flakëve për të shpëtuar investimin e tyre, duke u përplasur me efektivët e policisë. Për fikjen e zjarrit u angazhuan 6 automjete zjarr fikse dhe u deshëm më shumë se një orë për të vënë flakët nën kontroll. Me lotë në sy, tregtarët thonë se i gjithë malli të cilin i kishin blerë me lekë borxh u është djegur, ndërsa akuzojnë autoritetet se nuk reaguan në kohë. Sipas tyre, shkak i zjarrit dyshohet të jetë bërë një shkëndijë elektrike, ndërkohë vetëm disa tregtar arritën të shpëtonin një pjesë të mallrave. U doj që shkruam pas një gjesë shpëtuam as lajmërim as gjë. Ajo do t'jetë bërë në elektriku, se s'ka mundësi pa kujdesi elektrikut. 2 dyqane fikshin, 5 dyqane ndezshin. Si ka mundësi, u doj gjysma, po të paktën prije dyqane atë flakën. Ata e lanë sa doli flaka këtu. I patëm ato 5 lekë që kishim, në është bërë shkrum për i. Nuk e dim se ku do qëndrojmë, nuk e dim se qa do bëjmë. Ne me miliona lekë jam dim. I kemi lekët palarë në Tiranë, a i s'do me ditë do lekët. Unë për fat e shpëtova se shpëton ndjemuria që si njifja, po gjithë tregu plot u doq. Zjarri shkaktoi miliona lekë dëme, ku i gjithë malli është i shkrumbuar. Flakët e mëdha rrezikuan të përhapeshin edhe në banesat e bizneset përreth, duke i shkaktuar pasiguri në zonë.